Tensionet burojnë për shkak të pranisë edhe të familjarëve, të cilët duhet të mirë kuptojmë kanë një ngarkesë emocionale, kanë dhimbje dhe të keq orientimit të tyre, pra atyre nga institucionet shtetërore, polici, prokurori, gjykat, ju është krijuar bindja që këta janë autorë. Në fakt, provat konfirmojnë të kundërtën. Dhe ata për shkak të dhimbjes nuk arrin dot të kuptojnë procesin dhe duket sikur ne që jemi duke bërë punë, aty jemi duke mbrojtur një të pavërtet. Në fakt është krejt e kundërta. Ankimi tonë qëndron në dy aspekte thelbësore. Një, a jemi në kushtet e një procesi jetimor dhe gjyqësor të rregullt, dhe në vlerësimin tim dhe në qasjen që unë kam pasur si mbrojtje e të pandeurve, kam konstatuar shumë elementë të procesit gjyqësor dhe hetimor të parregullt, që lidhen sa nga njëra anë me mënyrën e marrjes së provave, pra është cënuar rregulli procedurial dhe parimet bazë të prezumimit pafajësisë në hetimin, përkundër asaj shtetur me prezumimin e fajësisë dhe më pas janë fokusuar gjithë mënyra e marrjes provave që është shumë e dyshim. Në këtë pjesë që ka bën në vetvete, një mënyrë marrje të provave të paligjshme. Kë kontestoni? Dhe gjithë procesi në thelb, se ju keni investiguar në këtë proces dhe e njihni, në thelb procesi mbahet mbi ca deklarime që janë marrë të pandeurve Martina Pajollari dhe Bledi Angjo, të cilat janë akte absolutisht papërdorshme në mënyrën se si janë marrë.